Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. I nderuar, po nisim me bisedën me ju, me qenë se mireni direkt me bujqësinë dhe po besoj që ky moti, ndryshimi i motit ndikon direkt edhe te kulturat e juaja bujqësore. Sa është i rrezikshëm për bujqet ky ndryshim i motit? Ky ndryshim i motit është shumë i rrezikshëm për bujqet, që kryesisht i fermerët që me pemë të ri, si që jam edhe unë jam me ara, pa unë që i fatë barësisht se këtë vit nuk kanë shpërthy ende syta të arat, si kërë vitëve tjera, ma herët, edhe shpresojmë që na mujna me pështu me arora që ka jema, të pemë tjera i ka bodome, dome të baja. Po, a mendoni që këto damet, themi kështu, ndoshta do të munden të ndihmohen pavarësisht motit të ligë? Prej kuj mund ndihmu? Nga shteti? Nga shteti, po. Po, nga shteti mujnë, që kanë hapësira mjaft. Cila do të mund të ishte ndoshta ndihma që qofshin edhe kultivimin e arrave, po edhe kultivimin e pemëve të tjera ta ndihmon të shteti? Po, i mundet se me shku shime përqindje. Se për shkak se si pat fruta, si kur nuk pat fruta, pëmt, ata duhet për me bës përkatin, ujitjen, çdo sene i ka kosta ato. Afrot s'ka, ka pak. Apo hiç, mos tham, kret hiç. Se on fjallë randë, për një që fermer me thot që kime punu i krejt verën këtë për pa vjellë. Ndërkohë, zotri Saiti, zotri Kërziu bërit e ditur që merret me kultivimin e arës, por që nuk ka vrejtë ndonjë dëm aktual, me qenë se ara edhe kultivohet pak më vonë. Po sa mund të dëmtojnë fermerët dhe bujqësit në përgjithësi sa i përket ndryshimeve të tilla klimatike? Atëherë, temperaturat e ulta kanë filluar ose nën minus shkallë Celsius, si konsiderojmë ne, kanë filluar sot. Dhe dëmet nuk mund t'i masim në sot. Dhe këto temperaturat të ulta do pasojnë edhe ditëve në jem. Dhe ndoshta dita më kritike mund t'jetë nesër, ashtu sipas prognoza meteorologjike. Dhe dëmet mund t'jenë mjaft mëdhaja nëse temperaturat shkojnë në -3 ose 4 shkallë Celsius. Para prakisht ne du t'i sqarojmë edhe disa çështje, cilët sektor janë më të atakuar në këtë rast. Është sektori i pemtarisë, që në këtë rast bën pjesë edhe kultura aras, ose arrorët, si që i quajti edhe fermeri. Pastaj janë farorët, që bën pjesë molla, dardha dhe ftoj, si dhe bërthamorët, si që kemi qeshia, vishnje, kumlla e kështu me radhë. Si dhe sektori tjetër, që në këtë rast kemi të bëjmë me sektorin e perimeve, pavarësisht që ato kultivohen në ambientet mbrojtëra apo serra. Ne kemi aktualisht qindra hektar të mbjellur në mamush me trangull dhe domate, pavarësisht që ato janë mbuluara ose të quhen ambientet mbrojtëra, prapë temperaturat e ulta qoftë edhe nën 5 shkallë plus Celsius mund të sjellin dame të konsiderueshme. Atëherë, dosh Zoti që të them ashtu të ndryshojnë këto prognozat që nesër mos i kemi prognozat e parashikuara siç veç pritën të jenë deri -4 gradë Celsius, dhe që në radhë parë sektori i pemtarisë që mund të jetë më atakuar sepse është në ambient hapur, mos të ketë dame të mëdha. Po, këto dame sa mund të ndikojnë më pas edhe tek tregu, duke ditur që pemë dhe perimet, thuaj se çdo ditë më shumë, janë më të shtrajta. A mund të ndikojë kjo edhe më shumë, të themi kështu, në rritjen e çmimeve të produkteve të pemëve dhe perimve? Sigurisht që mund ndikon, sepse duke pas parasysh edhe aspektin pomologjik ne dim në sektorin e pemtarisë, për ashtu drezën në gjitha këto kultura tjera kemi një lullëzim dhe nëse dëmtojnë lullët, ne nuk kemi fruta për të gjitha kulturat gjesi që e kanë vetëm një lullëzim dhe natyrisht mund të kenë ndikim direkt ose impakt direkt në tregun e brendshëm. Pavarësisht që tregu mund të furnizohet edhe me
importe ndryshme për kulturat zgjedhëse, megjithatë damat ekonomike ndërparë janë të këta, pastaj tek konsumatorët dhe të gjithë ne. Po. Zoti Kryesiu, ju thatë që juve shumë nuk ju ka dëmtuar sa i përket themi kështu arave që keni mbledhur. Po nga kolegët e juaj, çka konkretisht është dëmtuar më shumë nga tokat që kanë mbledhur? Më shumë të është e dëmtuar dardha, kumblla, kujësia but, bajame, keme pjeshkat janë më dëmtuar, që kanë qelë herët. Edhe të dardhat e hershme që ka janë. Mollat i fatbarësisht ende janë pa hap, për pa varriti kërcelin apo bishtin janë ende për pa hap, për pa zgjat, mund ndodhë që mund pështojnë molla. Shi një pjesë, se jo gjitha, po një pjesë. Edhe pse ndoshta rrafshi i dugaxhinit mund të jetë pak që temperatura ka qenë ma e nxehtë, ndoshta ka shpërthyer atje pak më herët, po ishte një pjesë e mollë kanë pështu. Te on fjallat te mollat, atë kumbullat e këto tjera zbesoj. Tha që jo merreni vetëm me kultivimin e arrave, po çfarë sipërfaqe e keni të kultivuar me arra dhe a jeni dëmtuar viteve paraprak edhe nëse po, jeni ndihmuar nga shteti? Po, unë kam 26 hektar, 20 hektar i kam në prodhim pilot, vitin e 90-ën. Në 2017 kena pas dame në prill, me 22 prill deri 24 prill, 2 ditë, atëherë kom pas dame shumë të mëdha, s'e kom marrë asnjë kokër në 2017. Vitet tjera kom pas dame vetëm nga mbreshni, kam ndihmu qeveria me 25%, 30% në dolimit kishe, po pak, a fermerët dojnë për kraje pak më të madhe. Fermerët dojnë për kraje më të madhe. Kur po thoni më të madhe, keni fjalën në shifra të parave më të mëdha, në subvencionim të ndonjë sere? Me subvencionime, mi ngrit të damet me ko pak më korrekt, me dalë që komisionerët ma eduka përgjec që janë, që jo si kur vjetë kisha breshen, i thira, erdhen botën e gare i 10%. A kom pas dome më të maja. Keni bërë ankesë sa i përket këtij vlerësimi, edhe me çfarë arsye është vlerësuar vetëm 10% dome? Veç 10% tha s'ki dome më shumë. Thash më për se turbo. A faktikisht kom pas dikon mi 35%. Si ja dollët që pjesën tjetër të ambulonit? Po qysh i kem mbuluhi 26 hektar vetë, edhe jam hitu i bëgot edhe 24 hektar tjera, me i mbjellë këtë vetë, mbusha, deri në fund mujt, krejti këm po vetë, pandime në shtetit. Nëse përkthejmë në vlera monetare, sa është shuma e përgjithshme e dëmit që është kaktuar? Vitin e kaluar, po. Dikun 17.000 euro. Mbi 17.000 euro. Po, mbi 17.000 euro. Sa kanë arrit, sa për këtyre 10%, sa keni arrit që të mirë ne, vetëm 7.000 euro? Jo, asë një centit se ata kanë kohëtën mbi 20%. Okej. Mbi 20% dëm, atëherë ndihmoni financiarisht. Po, mbulojnë. Shinër 20% jo. Si ja keni dalë me ara, duke ditur që janë kultivim shumë i veçantë dhe i vështirë për të mbajtur, po ashtu edhe çmimi i tyre në treg është shumë i lartë, si ja keni dalë? Mirë ja kem dalë, edhe pse kom pas rrafme, po mirë ja kem dalë. Mirë ja kem dalë, se on një produkt që ja vlen për me punu, o ma letë me menaxhu, që lullëzimin e ka ma të vonë, në përjashtim polarizus, i Frankuejt dhe Fernori, veç kanë fillu ka pak, po ju në mos, të tjirat janë mirë, hitë që më dhe unë super. Pa edhe 2 javë ditë nuk hapët.
Zotri Saidi, çka do të kemë parasysh bojqet dhe fermerët në këto kushte aktuale, kur kemi ndryshim të papritur të motit? Fillimisht do kisha lidhë çështjen pak me çështjen e ndihmës së shtetit që bëri pyetje gazetare juaj. Subvencione fermerët marrin për një sipërfaqe. Nuk e di saktësisht sa mund të jetë rastin konkret tek kultura arës. Ndërsa çështja e ndihmësave në rastin e damit, Ministria mund të ketë edhe fonde të veçanta që i mbështet damët. Dhe është çështje tjetër shumë e rëndësishme që me sa e di unë, me sa kam informacione, është bënë një iniciativë viteve të fundit që të ndërmirën hapa konkret rreth sigurime bujqësore, që në këtë rast ndërlidhet edhe me ngricat apo temperaturat e ulta. Dhe ne nuk i kemi damët vetëm me temperaturat e ulta, po i kemi damët edhe gjatë verës me temperaturat e larta, për shkak ndryshime klimatike globale, të cilat detyrimisht interferohen edhe tek ne. Ndërsa në lidhur me pyetjen e juaj, edhe këtu kisha dashur me ndërlidhë një çështje për me pas qartë edhe opinioni, pasi që jam i ftuar edhe në cilësinë e ekspertit për të elaboruar edhe disa çështje tjera që ndërlidhen me sektorin. Në radhë të parë, Kosova i ka dy zona klimatike, quhen, zona Dugaxhini dhe zona e Kosovës. Po edhe brenda këtyre zonave ka mikrozona, ose mikroreliefe të ndryshme, të cilat dallojnë nga njëra tjetra në kontekstin e temperaturës, që ti edhe nëse e shiqon prognozën e motit, ta zëm, zonën e Dugaxhinit nuk kanë parashikimet që të shkon deri -4 ose -5, siç kemi rastin e Prishtinës ose Podujevës dhe disa zona më të ftofta që konsiderohen për shkak të reliefit, për shkak të lartësisë bjudetare, për shkak të klimës mediterane që mund të futet në zonën e Dugaxhinit, e cila dallon për dallim pe klimës kontinentale në të cilën jemi këto. Është një çështje kjo që duhet ta kemi të qartë. Dhe çështja e dytë është që ndërlidhet direkt me damin. Kemi të bëjë me atë se në çfarë fenofaze janë pemët, këtë rast qoftara, molla, darda, që nuk kupton. Nëse fenofaza jemi bima ose stadi i bimës, ta quajmë më mirë, është në fenofazën e mugullimit të sythave lulor, në këtë rast mund të përballohet edhe temperatura deri në -4 gradë Celsius. Nëse fenofaza të ndonjë kulturë tjetër që ta zamë, bërthamorët mund të lulëzojnë më herët se farorët, mund tjetë në fenofazën e cilës lulave, damit mund tjetë më i madhë, por prapë se pat mund t'i përballon deri afërsisht -2 deri -2.5. Ndërsa damet më të mëdha konsiderohen atëherë kur kulturat gjetse, kulturat pemtare, mund t'jenë në fenofazë e formimit frutit, atëherë bima nuk ka mundësi, ose frutin këtë rast, nuk ka mundësi mi përballu më shumë ose më poshtë se -1.5 shkallë Celsius. Prandaj konsiderohet që damat nuk janë të njëjta në gjithë territorin e Kosovës, ose në të gjitha kulturat bujqësore, në këtë rast për sektorin e pemtarisë. Unë të seka damet mund t'i kemi edhe në sektorin e perimtarisë, apo në ambientin e brojt, pavarësisht që janë ato serra. Cilat janë, të themi kështu, pemët ose perimet që janë më të ndjeshme karshi motit të ligë, cilin e patëm edhe këtë vikend? Në këtë rast e përmeni edhe zotënia për shkak të lullëzimit që pemët farore dhe bërthamore mund të lullëzojnë më herët, damet konsiderohen që janë më të mëdha. Gjithmonë po flas në temperaturën minus. Ndërsa në sektorin e perimet, pavarësisht perit seke dhe njerë, pavarësisht që aty kemi një ambient mbrojtur, po ambient i mbrojtur pa ngrojë, që është folia lartë, ato i vendosin edhe disa mikrotunele poshtë se agrofoli, një lloj mbolesit që mund ta quajmë, e cila e mbron bimën për një 2-3 shkallë Celsius, plus është fjala. Mirë po prapë se prapë, temperaturat nën 5 gradë Celsius plus mund të kryojnë damet, këtë rast tek kultura e trangullit, që ne kemi veç 10 hektarë në bjellër, tek kultura e domatës, gjithashtu që kemi mjatë në bjellër, dërsa kulturat cilat janë më rezistente, cilat i përballojnë tek kulturat perimore është fjale, i përballojnë temperaturat e ulta,
është lakra, spinaci, marulla, qepa, të cilat nuk e kanë problemin e kësaj. Çka i ndodh grurit kur ka borë dhe temperaturat minus gradë bëhen? Gruri pavarësisht që është një bimë ose një kulturë laboratare që quajmë mjaft rezistente ndaj temperaturave të ulta, por në raste të tilla kur kemi ngritje të mëdha dhe nuk kemi shtresë të borës, damat mund të jenë të mëdha. Ndërsa në rastin kur kemi mbulesë të shtresë të borës, deri diku e ruan nga temperaturat e ulta që konsiderohet si një organ ose një mbulesë shtesë për kulturën ose për grurin në këtë rast. Me këto ndryshime klimatike që përballet Kosova tash sa kohë, a është bërë Kosova e papërshtatshme për kultivimin e ndonjë kulture? Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Fermerët mund takohen se këto megjithatë nuk janë të njëjta në çdo vit dhe mund të takohen qoftë nga temperaturat e ulta në këtë rast, nga ngricat e hershme pranverore, qoftë nga temperaturat e larta, se domet janë shumë të mëdha nga temperaturat e larta, mirë po në asnjë mënyrë nuk mund të rrezikohet prodhimi, sepse mund të rrezikohet prodhimi, por nuk mund të rrezikohet sektore që mos vazhdohet me kultivimin më tutje. Tek sektori i pemtarisë nuk mund të bëjmë na tazam shtyrje të afatit të ndryshëm, sepse lulëzimi është një proces fiziologjik i cili varet nga faktorë të ndryshëm të jashtëm dhe të brendshëm dhe i cili nuk varet nga ne. Ndërsa në sektorin e perimeve kemi mundësi ne mi orientu mbjelljet, qoftë në ambientin e hapur, qoftë në ambientin e brendshëm, në mënyrë që mos të rrezikohemi nga temperaturat e ulta pranverore. Mirë po si përfundim nuk mund ta quajmë që mund të rrezikohet prodhimet për shkak të këtyre ndryshimeve klimatike. Më të rrezikshme janë temperaturat e larta apo temperaturat e ulta? Temperaturat e ulta, se në rastin konkret tek ara ose tek bolla, ose nëse shkon lulëzimi nuk kemi fruta për një vit, sepse kemi një lulëzim. Ndërsa në rastin tjetër, temperaturat e larta, dëmet nuk mund të jenë 100%, ose mund dëmtohet kualiteti, cilësia, po jo i komplet rendimenti së prodhimi i përgjithshëm. I bie që Kosova nuk është se do të ketë problem me prodhimin e kulturave bujqësore, qofshin të sektorit të pemëve, po qoftë edhe të sektorit të perimeve. Nuk mund t'i bie bashkë kështu. I bie që mund të ketë dame ose dame mesatare se nga vitin vit që mund ndryshojnë. Ajo çfarë është më e rëndësishme, ndoshta ndonjë çështje ose ndonjë informatë të cilat të lidhen, çfarë masa do të marrë këta në rastin konkret kur prognozohen ose parashihen temperaturat të ulta me -shkallë C. Atëherë edhe në sektorin e pemtarisë që kishim rastin e fermerit në fjalë, ekzistojnë disa masa agroteknike të cilat deri diku mund ta mbrojnë bimën ose kulturën gjethëse ndaj këtyre dameve të mundshme. Po, zoti kryeziu, nga viti në vit po shohim ndryshime të mëdha të klimës, ndoshta kjo ngrohja globale në përgjithësi e prek edhe tokën e Kosovës nga viti në vit. Sa shihni ndryshime që bëhen karshi edhe fitimit tuaj? Flasim këtë rast specifikisht për arën. Po sikur vitin e kaluar që ishte temperatura e lartë verës, po ma letë e përballon që temperaturat e larta sikur të lagështia, se lagështinë s'mujna me hik, a temperaturat e larta mujna me zbrit me ujtje. Që në ma shumë vjetë ka marrë fruta, në atë aspektin sikur para 2 viteve që ke pranvera shumë me shirna, pat edhe vera ishte deri në gusht ka qenë me shirna. Duket para 2 vite. Më intereson me ditë sa ky tregu i arës, sa është lehtë për t'u bërë në Kosovë, apo ndoshta eksportoni edhe jashtë Kosovës? Jashtë, po për fruta arore ka treg mjaft. Na nuk kemi ende fruta në Kosovë arore për treg. Ende, nuk kena mrinë atë kohëtën që me pas në tërëjës arën hinë non-stop.
Që i bie që prodhimi nuk po e mbulon nevojën. Së në mbulon, në ende jam që 2 vite jam të s'po guxoj me hinë kontratat moja me jashtë për frutatarës. Se duhet me mbulu në bord kontratës të marrëveshje. Unë se kam enda prodhim. Patët koment? Ne kemi sipërfaqe mjaftueshme vitet fundit që ngrit me kulturën e arës, por për faktin që kultura e arës sim prodhim mas 5 viteve, dhe aktualisht prodhimi i frutit, në këtë rast i arës, mund të mungon dhe mund të paraqitet deficit. Ndërsa si sipërfaqe mendoj që janë rrit mjaftueshëm për mi plotësu nevojat e tona. I bie që është rritur sipërfaqja e mbjellur me arra, por që prodhimi nuk është rritet. Po, pritën të hyjnë prodhim që fermerin fjalën e shumë mirë këtë çështje. 5 vite e më tutje, ato sipërfaqe kultivuese mund të futin prodhim dhe mund sigurohet rendiment ose prodhimi mjaftueshëm. Zotër Kryezio, sa ke sipërfaqe nga e cila prodhohet arra dhe sa ka sipërfaqe që vetëm e keni mbjellë dhe pritni që ajo sipërfaqe edhe të filloj prodhimin? Unë i kam 20 hektar në prodhim plot. Prodhim plot. Vetëm për nevojat e Kosovës i vyn 1600 hektarë. Në total, nga vitet e kaluara. Në total, mbi vitet e 10-ta, fidonet, që hinë në atë kohën e prodhimit plot, i vyn vetëm Kosovës për nevojat veta 1600 hektarë. Për kokë banurit. Vitin e kaluar, sa kilogram arra i keni prodhuar? Nga kjo sipërfaqe, sa kilogram arra ka ndalë? Çfarë lloj të arrave prodhoni? I kena mri të 20 kg që për fidan, vitit 10 që i këm bas. 20 kg për fidan, por në total keni ndonjë numër sa kilogram kanë qenë? Ka shifra, ka shifra. Në rregull. Ka që dikon mirë, që mirë kemë. Duke që pas ka shifra më të larta, që po mendojmë ne. Jo, se pastaj bën edhe llogaritë e fitimit, atë është esenca. Atë është esenca. Po jam len. Zotër Saidi, Marrë jam len. Se vilet ma let, nuk ka prishje fruta bëhet vetëm të terja. Të terja duhet me pas kujdes. Zotër Saidi paraprakisht e përmendët që edhe fermerët duhet të marrin disa masa para prakës sa i përket ndryshimeve klimatike. Cilat mund të jenë ato masa? Po, është shumë e rëndësishme me kjo që është sigurisht fermerët intenziv ose që kanë sipërfaqe të mëdha, siç është edhe fermerët në fjalë, kanë këto informacione, mirë për publikun e gjerë, mirë është të ndajmë këto informacione të rëndësishme. Atëherë, kur prognozat janë që temperaturat në ditëve në vijim mund të bien në -2-3, -1, atëherë një nga masat është ndezja e zjarreve në mes rendeve, zjarreve të ndryshme. Në shtetet evropiane, shtetet kapitaliste, ta quajmë France, në Itali, janë edhe qerit special që i vendosin ata i dhezin, gjësa të godo të ngritet temperatura. Zjarri mund ndezët në Kosovë në përmjes ballave me san ose mbjetje bimore ndryshme, në mënyrë që deri diku timi ose flakat që krijohet aty mund të arrisë temperaturë për 1 ose 2 gradë të shkallës Celsius. Mandej si mas tjetër janë ujitit të ndryshme që mund të banë me procesator, si dhe një mas tjetër agroteknike mund tjetë trajtimet gjithore apo foliare me aminoacide. Mirë, po kjo mas du të bëtë minimalisht 24 orë para ulljes së temperaturën. Po, e përmendëm që arra është një prej frutave që në Kosovë ka të regë. Nuk ka mjaftueshëm prodhim sa ka ndoshta kërkesë, po cila është edhe ndonjë kulturë tjetër në të cilën Kosova ka mungesë. E që ka nevojë, por që ka mungesë ende nuk është në nivelin e duhur. Ne në periudha të ndryshme kemi deficienca së mungesat mjaftueshme për shumicën e kulturave bujqësore.
Dhe në këtë rast jo vetëm në sektorin e pemtarisë, por kjo vlen edhe për sektorin e perimeve. Atëherë më konkret ndoshta do ishte pyetja cilat janë ato kulturat që na kemi, sepse për shumicën kemi nevojë, që na kemi hiperproduksion ose prodhim të tepërt në momente të caktuara. Atëherë kur e lejojnë kushtet klimatike. Ato mund konsiderohen patatja deri diku në periudhën verës. Kemi hiperproduksion të caktuar tek domatja, që ne kemi edhe eksporte të ndryshme. Kemi me kulturën e spesit, pikërisht tipi sëmborka e spesit, i cili gjithashtu eksportohet ose procesohet brenda. Mirë po, mos ta përzim, kjo vlen vetëm atëherë kur lejojnë kushtet klimatike, sepse marr parasysh, ne kemi Shqipërinë dhe Greqinë shumë afër dhe dallojmë shumë sa i përket klimës, ndriçimit, temperaturave ose zonave klimatike, sepse ata e kanë një zonë mediterane, ne kemi një zonë kontinentale klimatike dhe pavarësisht që jemi afër dallojmë shumë. Atje mund të prodhohet tër viti në Greqi dhe në pjesë Shqipërisë, ndërsa tek ne prodhohet në kohë caktuar ose periudhë caktuara të cilat lejojnë kushtet klimatike. A ka kultura të cilat në kushtet atmosferike të Kosovës nuk lejojnë prodhimin e tyre, sepse kemi parë që ka njerëz në mënyrë individuale që kanë provuar prodhimin e frutave që për të cilat Kosova nuk njeh, siç është për shembull kivi. Kemi pa që në Soharek ka pas raportime kur disa qytetarë kanë filluar në oborret e tyre prodhimin e kivit. Në asnjë mënyrë ne nuk mund bimi ndesh me kushte klimatike. Ne veç jemi sot dhe nesër dhe pas nesër të rrezikuar nga pikërisht nga temperaturat e ulta, të cilat i rrezikojnë prodhimet e shumta të fermerëve në fjalë në për sektor të ndryshëm. Në asnjë mënyrë nuk mund të kultivohen bimë tropikale në një klimë kontinentale, siç e thash, e ceka 2-3 herë më merr. Dhe edhe pse kivi në disa zona, edhe brenda Kosovës, është më rezistent ndaj temperaturave të ulta, mirë po e kemi rastin siç ka pasur dhe raste eksperimentale të palmës, bananës e shumë kultura të tjera të cilat nuk janë kulturat të klimës kontinentale, në asnjë mënyrë. Janë të kulturat të klimës tropikale mediterane e kështu me radhë. Po, dhe ishta që zotit Kryeziu t'ja bëj edhe një pyetje se duket që ka fitim prej arës, a ka konkurrent të shumt që kultivojnë arën? A keni konkurrent të shumt jo? Jo, as pak. Unë që dëshira ime është e gjithë Kosova tjetë arë. E gjithë Kosova tjetë arë? E vetëm e jotja apo dhe kjo ishte pyetja. Vetëm e jotja apo me konkurrent? E gjithë Kosova komplet me gjithë shumë që ka shqiptar në të mjellarë. A i bje tash që unë e Katrina pas emisionit direkt në shkumë mjellë. E kem tregun më të garantume, kem kontratën Himalet e bëjmë. Dhe jashtë. Çështja është pa dashur me dalë në kundërshtim me fermerin fjalë. Bujqësia në viteve të fundit ka marrë një trend mjaft intensiv për shkak edhe grandet qeveritare, edhe fermerët të tillë që nuk hezitojnë për me investu qoftë në arë ose në kultura apo në sektor të tjerë. Mirë, po prapë çështja është bazë dhe të analizave ndryshme. Ne në radhë parë duhet të shiqojmë ta zëmë për marrëm rast konkret, sa herë ditë ha marrna, ose sa herë njavë. Qëllimi i zhvillimeve në bujqësi në radhë parë është mi ndalë importis që po ndolidhet edhe me pyetjen tënde. Ne ti përmbushëm disa prodhime bazike që mund të quajnë qoftë në sektorin e perimeve drithra, po edhe në sektorin e pemëve, të zëmë mollë, ne s'kemi mollë mjaftueshëm, importohet jashtëzakonisht mollë Kosovë. Dhe në radhë parë objektiv duhet të jetë ndalja importeve për kulturat gjese në situatat caktuara, në atëherë kur edhe lejohen kushtet klimatike dhe më pastaj
eksporti natyrisht është shumë i nevojshëm ose i favorshëm për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm ose për të ardhurat e këtyre fermerëve të ndryshëm. Duke ditur që toka e Kosovës është tokë e pjallshme dhe mund të mbillet thuajse të paktën këto pemë perimet të cilat i importojmë nga jashtë mund të kemi edhe në Kosovë. Pse nuk ka të ime kështu shumë favorizim që më marrë me bujqësinë Kosovë? Jo, unë e thash paraprakisht. Viteve të fundit ka mjaft favorizim duke a duhet më shumë se kaq? Ose ndoshta pse po mungën nga dishmëria e qytetarëve, e banorëve të Kosovës që të mirë me Se ne bujqësi. kemi pa që njerëzit lënë fshatrin për me arë me jetu në qytet. Dhe kjo e bën që me automatizëm tokat mos punohet. Edhe unë kur kam studiu bujqësi në një kohë, atëherë kur kam qenë më ri, ndoshta shokët e me ose miqtë e mi më kanë shumë më ndryshe ky po studion bujqësi. Këndë lidhi me çështje. Bujqësia për rinin nuk është një sektor e ekonomisë i jashtëzakonshëm interesant për më fut. Mirë, po prapë, situata në teren është shumë ndryshe. Me të vërtet edhe çështja e arës, edhe çështja e shumë kultura perimore që ne kemi filluar veç me eksporte ndryshme, ka bërë që ose ka rrjedhë si rezultati i asaj që shumë fermer intenziv, komercial, siç është edhe fermeri në fjalë, të investojnë në për sektor të ndryshëm, në për kultura të ndryshme, dhe ato janë në për fshatës, them të rikthehen, se ky është i fshatë. Dhe t'i punojnë tokët e tyre, sepse unë mendoj nga kriza energjetike, ose nga pandemia e këndej, situata ka ndryshuar jo vetëm Kosovë, po me efekt global që atëherë kur na e kemi pas, e kemi vrejt, që është mungesa ushqimit. Dhe nuk është çështja më a mundëm me shit, po a mundëm me prodhu. Dhe në këtë drejtim e kanë pa dhe shumë fermerë të ndryshëm, intenziv, komercial, që është e nevojshme të investohet në kultura ndryshëm, sepse ka fitim edhe në bujqësi, po edhe në Kosovë. Zotri Saiti, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij diskutimi. Zoti Kryeziu, faleminderit shumë që na bashkove. Vazhdo me prodhimin e arrës, vazhdo. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.